Ish presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanović, ka reaguar lidhur me vdekjen e ish kryeministrit të Shqipërisë Fatos Nano, duke thënë se ky i fundit ka qenë një prej politikanëve më të shquar shqiptar. Gjukanović ka thënë edhe se Nano i ka dhënë një vull të fortë drejtimit të Shqipërisë dhe zhvillimit demokratik të ekonomisë. Më shumë keqardhje mora lajmin për vdekjen e Fatos Nano si ish kryeministri të Republikës së Shqipërisë dhe kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë, një prej politikanëve më të shquar shqiptar, pas ndryshimeve të viteve 90, në të cilat ai pati një rol pioneri. Ai dha një vull të fortë kursit të ri të vendit dhe zhvillimit të tij demokratik e ekonomik, si dhe forcimit të stabilitetit rajonal, ka shkruar ai. Ai ka thënë edhe se do të ruaj me respekt kujtimin për Nanon, për bashkëpunimin konstruktiv dhe kontributin në forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Me respekt do ta ruaj kujtimin për Fatosin për bashkëpunimin konstruktiv ndërmjet qeverive tona dhe kontributin e tij në forcimin e marrëdhënieve të gjithanshme, të fëmijësisë së mirë e mirëqenie e miqësisë, si dhe përpjekjet në fillimet e përbashkëta drejt objektivave strategjike europian dhe euroatlantik. Shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta familjes, miqve dhe bashkëpunëtorëve të tij në parti, ka shkruar ndër të tjera ai.